Sistemi i drejtësisë në Shqipëri prej vitesh përballet me një numër të lartë dosjesh të pashqyrtuara, duke shkaktuar vonesa të gjata në dhënien e drejtësisë. Në këto kushte, shpreha se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar mbetet aktuale. Gazetari i njohur Lutfi Dervishi vlerëson se inteligjenca artificiale mund të jetë një ndikmë e rëndësishme për sistemin e drejtësisë, veçanërisht në menaxhimin dhe analizimin e dosjeve të shumta të grumbulluara ndër vite. Sipas tij, përdorimi i saj do të përshpejtonte ndjeshëm proceset dhe do të lehtësonte punën e gjyqtarëve dhe administratës gjyqësore. Dervishi propozon nisjen e një projekti pilot për përdorimin e inteligjencës artificiale si asistente e sistemit të drejtësisë, duke theksuar se teknologjia nuk duhet të zvendsojë vendimarrjen e gjyqtarëve, por të shërbejë si një mjet mbështetës në analizimin e dokumentacionit dhe organizimin e informacionit. Sipas tij, kjo do të ishte një punë e madhe, por me përfitime të konsiderueshme për efikasitetin e sistemit. Ministrit po ke qartë për shkak pse nuk e përdorin më shumë në drejtësi. Një kohë që nevoja aty është më e madhe, kapica e dosjeve ka ardhur duke u rritur. Sa mund ndihmonte? Mund ndihmonte në mënyrë të pa imagjinueshme. As ata vetë nuk e kanë idenë se sa shumë mund ndihmonte nëse do të kishin përdor gjatë këtyre 4-5 viteve, pra të kishin menduar për një projekt pilot së paku për të ndihmuar për të pas asistencën e AI. Shtrohet nevoja për të marrë më shumë asistent njerëzor, për të mjaftonte një apo dy programe, të cilët mund të bënin një punë qindrafish më të madhe se sa njeriu. Megjithatë, Dervishi paralajmëron edhe rreziqet që sjell përdorimi i inteligjencës artificiale. Një nga shqetësimet kryesore është vështirësia për të dalluar përmbajtjen e krijuar nga inteligjenca artificiale nga ajo e prodhuar nga njeriu. Kjo mund të favorizojë manipulimin e opinionit publik, përhapjen e lajmeve të rreme dhe krijimin e konfuzioneve, sidomos gjatë proceseve zgjedhore, ku teknologjia mund të përdoret për të dëmtuar kundërshtarët politik. Rreziqet kanë të bëjnë me spari me mosnjohjen. Për shembull, ti shikon sot në Instagram, në TikTok që ka produkte të shumta të inteligjencës artificiale, por kur ti shikon komentet që në një masë të madhe 90-95% nuk e dallojnë që është produkt inteligjencë artificiale, ky është një lloj rreziku. Rrezik mund të jetë nesër për zgjedhjet, që të përdoren deepfake ose të përdoren AI, pa e treguar që është përdorur AI. Pra mund të jetë për propagandë, mund të jetë për dezinformacion, mund të jetë për dëmtuar kundërshtarin, për përhapjen e lajmeve të rreme. Dhe gjithmonë demokracia dhe si thua njerëzilliku mbështeten mbi komunikimin e vërtet njerëzor. Dhe kur ka shumë zëra, rreziku është që të krijohet një lloj kakofonie dhe konfuzioni. Sipas Dervishit, inteligjenca artificiale tashmë përdoret gjerësisht, edhe pse shumë njerëz hezitojnë ta pranojnë publikisht. Ai thekson se një pjesë e madhe e përmbajtjes që qarkullon sot në internet është prodhim sintetik i krijuar nga inteligjenca artificiale, çka tregon se kjo teknologji është bërë tashmë pjesë e përditshmërisë dhe se sfida kryesore mbetet përdorimi i saj në mënyrë etike dhe të kontrolluar. Kushdo po e përdor, po jo të gjithë po thonë që po e përdorin. Si thua, pse nuk e shprehin që po e përdorin? Ka një lloj droje, për shembull, shikoj ke plot njerëz që e përdorin dhe befas ato mund të ndahen para vitit 2022 dhe pas vitit 2022. Ti befas shikon që e përdorin pothuajse 100% dhe nuk është thjesht çështje plagjature, pra është një punë e krijuar nga makina, po i pëlqen të thotë që e paraqet dhe shet si është punë e krijuar vetë nga personi. Pra mund ta përdorësh për kërkim, mund ta përdorësh për draftin e parë, por në momentin që nuk e ke përvojën për të vendosur vulën tënde, do të thënë ajo ngelet një produkt sintetik, themi, edhe po ta krahasoja me tregun e frutave perimeve, pra ke prodhimet bio që kanë një çmim më të lartë, ke edhe prodhimet në seri që janë bërë me përdorim pesticidesh, pra nuk janë organike. Edhe me materialet e medias besoj shumë shpejt do të ndodhim në këtë situatë, pra që do të jetë një nevojë gjithnjë më e madhe për produkt njerëzor dhe jo thjesht për produkt të inteligjencës artificiale. Mbi 80-85% sot e produktit që gjendet në internet apo rrjetet sociale është produkt AI.